Miqtë News, përshëndetje. Në vijim do të qëndrojmë së bashku, do të ndjekim gjithçka do të ndodhi në kohë reale, por sigurisht që do të flasim edhe për ngjarjet më të rëndësishme të ditës, edhe jo vetëm. Detajet e reja kanë dalë nga ngjarja e rënë në Durrës, ku vra me thik 51 vjeçari Valbon Beqiraj. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se viktima është masakruar nga autori i dyshuar, 24 vjeçari, i cili e ka goditur mbi 20 herë me thik. Fillimisht i riu ka pretenduar se e qelloi Beqirajin pasi ky i fundit tentoi ta përdhunonte, por hetuesit dyshojnë se vrasja ka qenë e paramenduar. Po ashtu sipas burimeve, viktima dhe autori dyshohet se kishin një lidhje homoseksuale me njëri tjetrin. Beqiraj është gjetur vetëm me të mbathura, ndërsa nga kqyrja e vendit të ngjarjes rezulton se ai është goditur që tek dera e apartamentit. Më pas ka pasur përleshje mes tyre ku viktima ka tentuar të mbrohet. I gjithë apartamenti është gjetur i mbuluar në gjak nga hyrja kryesore deri në kuzhinë, ku trupi i pajet i viktimës u gjeti fshehur poshtë tavolinës. Ngjarja ka ndodhur brenda një harku kohor prej rreth 25 minutash, ndërsa kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentin kur 24 vjeçari ka hyrë dhe ka dalë nga pallati.